për njerëzit cilët mendojnë që gjërat bëhen për 17 minuta, të ndeshën 70 vjet. 17 vjet. Që tani thosh po, tani të fillosh nga puna për të nxjerr investimin. Tani që fillon puna, tani kam mbaruar unë. Tani kam mbaruar. Po ja, kjo është figurative se një gjë e tillë po s'ke pasioni, po s'ke vendosmëria. Kjo gjë nuk ka lapse letër, apo jo? Shipa, kjo është nuk ka lapse letër. Të gjithë tha që na bëjnë si të zgjuar, që thonë jo po plan biznesi kaq, po 10 vjet është biznes i don 5 është i shpejt, 10 i avasht, 15 i lodhur, to janë muhabete kote, janë muhabete përgjithshme. Muhabete rrjedhca në Instagram. Do, janë muhabete shumë përgjithshme, sepse është si ai ilaçi. Po themi, qartë të dhëm koka, pik këtë. Ajo është për të gjithë, po koka ime mund të doj një ilaç tjetër, të thënë. Zgjidhet dhe me i tek. Se dhimbja e kokës është shumë e përshtatshme për këtë që po flasim. E di çam pëlqen më do vetë këty po të njerëzit që merren me biznes. Biznesi i madh është biznesi i vogël, nuk është biznes me para, me dhimbje koke etj. Gjithë merren biznes vogël është që ora njerëzit, unë kam thënë për dy kryptoni gjë që biznesmeni nuk ka jetë fare. As nuk i, domethënë biznesmeni mendon, Redi për shembull mendon si të shërbej tash 300 kalamajve. Sa zgjohet mëngjes. Njerëzit mendojnë se kur Redi bën namin aty dhe i bën llogari 300, 600, çep, ndërkohë që Redi po të kishte marrë atë lekë, fut në bank me 3%, do dilte më mirë. S'ka jetë valla. Redi nuk mendon ku do haj drejt, çfarë do haj për drejt, çfarë do haj për darkë. Ore ti zgjohesh ashtu. Po dhe me lekën bank s'do kishte jetë Redi se. Jo, nuk kuptova. Dua të jap një përgjigje njerëzve. Po dhe vini ka 200 pushus këtu. Se çfarë mendon vini? Sa lekë bën nga pushusit o si po han, si është dushi, si është historia e shërbimit tani. Unë në pishinën që kemi neve aty, do thonë, unë këtë vit jam larë asnjëherë, vjet jam larë një herë. Nuk pishina jote. Që të kupton që gjë, do thonë, neve jemi edhe unë dhe Vivi dhe bashorte jemi full time atje, do thënë. Ajo mbas edhe më shumë se unë, sepse ato të padë tani më shumë e menaxhon ajo, domethënë. Por që të kuptoni të amplitudën e gjërave. Unë marr vetë rezervimet e fushave, fusha futbollit. Ajo merr rezervimet e fushave të padullit. Unë trajnoj vetë. Jam vetë instruktor në kamp. Ajo futet vetë në kuzhinë, domethënë kur ka mungesë stafi. Kto nuk është dhe këto i bën në një vend në cilin puna nuk është të vlerësohet, domethënë. Sepse ata kur shikojnë atë, unë pash një gjë që më treshtoi shumë një ditë. Një nga ato personazhe dhe një orë ka hapur një aktivitet vetë dhe bënte vetë diçka në një nga ato pikat e fast foodeve, kupton? S'ka rëndësi se njihni, po edhe unë e njoh, kam mikesh, domethënë kështu. Do thotë, "Shi sa ka përfunduar kjo që punon këtu, thoshin, që punon vetë, kupton?" Dhe nuk është se ta vlerëson njeriu, kupton? Nuk ta madje ta quajnë për keq, po edhe kënaqen kur shikojnë ashtu. E di pjesën më të bukur shumë i them njerëzve për herë. I shef për shembull kështu, po bëjmë mohabet kote për dreka, i shef kështu. Këta kujtojnë sikur ata që ulen për sushi, për janë gjithë biznesmeni as do me ditë fare më për drejt. Mund ta edhe aty të cepi vet, por mund sa edhe fare. Pra, njerëzit çfarë shohin të jetën publike të bukur, kështu nuk është pjesë e biznesit fare kjo gjë. Biznesmeni është robi i shërbimit mos, duhet mendoj gjithkohon si t'u japi bukë qytetit, drita, ujë, pra duhet ndërtoj koncepte pra. Si të mos ulësh shërbimin, sepse sidomos kur janë shërbim, për shembull, ne tani kemi kamp. Sa që këtu është koncept. Në kamp janë 110 veta, 110 fëmijë çdo ditë. 110 fëmijë çdo ditë, tani duke folur tu, unë i kam atje atë dhe më rri mendje atje, domethënë se çfarë po bëhet. Pra është shërbimi është shumë i vështirë, kupton? Edhe me këto vështirësitë e gjithë kontekstit biznesit që primet të çfarë bëhet me shërbimin. Shërbimi është se të ha shumë dhe në pjesën e përgjegjësisë që ti ke për ata, kupton se pastaj nuk mendohet më se po fitoj 2 lekë më tepër, 2 lekë më pak, ato hikën, se ajo dihet, domethënë, ka një marjë fitimi kaq, që nuk është në gjë e madhe, që po ti futesh, po ta llogarisësh përpara se ta hapësh të, nuk e bëje kur. Nuk e bën kur. Prandaj tash duhet të ekzistojë pasioni, patjetër, po ndryshe. Nëse pasioni dhe pastaj edhe kur futesh në një gjë, futesh në një mekanizëm që edhe nuk del dot nga ky mekanizëm, dhe pasioni është brenda. Dhe rri atje pasaj, nuk kam... Se është ajo pra dhe ta thesh në robë, se të dim se çdo lullë që është mbjell aty të dim se... Po të bësh një llogari, domethënë, nuk e...